Zaim Jashari është konsul i nderit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Gjenevë. Ai vepron aktivisht në promovimin e dialogut, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe vlerave universale të respektit, paqes dhe tolerancës. I ftuar në emisionin e pasdites në televizionin Koha, Zaim Jashari potencoi se, përmes angazhimeve të tij diplomatike dhe humanitare, shërben si një urë lidhëse mes Maqedonisë së Veriut, Zvicrës dhe komunitetit ndërkombëtar, duke nxitur afrimin mes popujve, mirëkuptimin e ndërsjellë dhe forcimin e marrëdhënieve ndërkulturore. Ka deshti lumizot, kushtet i kanë të mira, kështu që zyrët i kemi edhe në vend të mirë, edhe janë nivelit të duhur, dhe atë e bojmë me kënaqësi, mbulojmë me kënaqësi se aty është vend takimi, edhe që nga zyrët fillon pamja e nivelit të një shteti apo të edukatës të një popullit të një shteti, kështu që ajo parola ime gjithmonë ka qenë, ashtu i kam mësu të rritë, ashtu i mundu t'i them të gjithë bashkëdhetarëve tonë, ne, po që nuk jemi si Zvicranët, duhet të jemi më mirë se ata, jo kurse inferior nga ata. Integrimin e shqiptarëve në Zvicër, Zaim Jashari e sheh si tetë të suksesshëm. Brezi i ri i shqiptarëve sipas tij, tashmë është inkorporuar në të gjitha poret e jetës në Zvicër. Ekonomia e mesme po thuj se nuk mos shkojmë shumë larg, dikon ka 60-65% është në durrët e shqiptarëve, ka në ndërtimtari, në investim në blerje të ndërtesave apo shtëpive, ka ajo në drejtimin e hotelerisë. Tash gjeneratet e reja janë inkuadruar edhe në strukturën politike, në partitë të ndryshme, në qeveri. Mos folmi, kemi tash avokatët tonë, inxhinierët tonë, arshitektët tonë, do thonë me të vërtetë janë inkuadru aq mirë sa që presidentja e Zvicrës, kur ishte në Kosovë, tha se ne nuk e shohmi Zvicrën pa shqiptarët. Ndërkohë, konzuli i nderit Zaim Jashari, bashkë me ambasadorin e paqes Tahir Shabani, njëherë është presidenti i Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim me seli në Francë dhe Gjenevë, kanë realizuar takime në institucionet e larta arsimore në Maqedoninë e Veriut. Zotri Shabani dhe zotri Jashari shprehen gatishmërinë e tyre të plotë për të qenë në shërbim të institucioneve arsimore, sikundër e njoftuan për nismën e themelimit të një fondacioni të ri në Gjenevë, i cili do të fokusohet në ndihmën dhe përkrahjen e studentëve në rrugëtimin e tyre akademik.